Loredana Brati, e njohur për publikun nga Big Brother VIP Albania 4, rrëfen në goca dhe gra se po kalon një periudhë jo të mirë. Eksperienca brenda Big Brother nuk ka qenë aq e lehtë. Unë ndjej shumë energjit, e gjitha ndikoi në mirëqenien time. Pata një farë sinjali kur nuk kisha më uri si më parë, nuk kam qenë aq mirë. Edhe videot që shikoja kur dola ishin një thik në plag dhe më ndikuan, u shpreh ajo. Teksa më tej theksoj, vendosa të rrethohesha me njerëz të besueshëm dhe që më jepnin pozitivitetin që më mungonte. E kam parë që nuk kisha më dritën kur hyra në Big Brother. Tani po përpiqem ta rikuperoj, nuk mund të them që jam në periudhën më të mirë, sado ishte një eksperiencë e fortë. E njëjta mes të tjerash është ndalur edhe te raporti i saj me ish-banorin Njoz Marku, ku thot dy fjalë. E kam kërkuar ta analizoj ndjenjat veten në raport me palën tjetër. Nuk ndihem mirë të flas për këtë muhabet, kjo është arsyeja pse nuk kam folur, nuk ndihem akoma gati. Jozi nga ana tjetër pak ditë më parë ndau një postim ngacmues me një vajzë pas zbuluar detaje të mëtejshme.